Alba nuk e ndal dot veten dhe vendos ta nxjerrë jashtë kontrollit fjollën, duke e provokuar në mënyrë të hapur dhe të qëllimshme. Ajo i afrohet me një ton sfidues dhe i thot: "Më gjuaj po ta mbajta", duke e bërë situatën edhe më të tensionuar dhe duke provokuar një reagim të menjëhershëm nga fjolla. Fjolla, e habitur dhe e acaruar, nuk qëndron e qetë. Fjalët e Albës e nxisin të reagojë dhe atmosfera fillon të nxehet shpejt. Tensioni mes tyre rritet me çdo fjalë dhe të dyja vajzat fillojnë të shkëmbejnë replika të forta, duke e bërë debatin të duket sikur po shpërthen çdo sekondë. Banorët përreth përpiqen të ndërhyjnë, por duket se nuk mund ta qetësojnë situatën. Çdo tentativë ndërhyrjeje vetëm sa e rrit tensionin dhe dramatikën. Debati nuk qëndron vetëm në fjalë, shikimet e ashpra, gjestet sfiduese dhe lëvizjet e trupit tregojnë se të dyja janë gati për përplasje fizike, edhe pse nuk ka ende ndonjë kontakt të drejtë për drejtë. Atmosfera në shtëpi bëhet kaotike, banorët e tjerë fillojnë të përziejnë mendimet e tyre dhe secili duket i vendosur të marrë pjesë ose të mbajë anën e njërit prej palëve. Si pasojë, ajo që dukej si një debat i thjeshtë midis dy vajzave shndërrohet në një konflikt masiv, ku tensioni dhe emocionet e forta dominojnë çdo moment. Shumë banorë e ndjejnë nevojën të ndërhyjnë, por asgjë nuk duket se mund ta qetësojë situatën dhe debati mes Albës dhe fjollës vazhdon të jetë fokus i vëmendjes për të gjithë brenda shtëpisë. Në këtë atmosferë, çdo fjalë, çdo gjest dhe çdo shikim ka rëndësi. Çdo veprim i tyre mund të ndezë tensionin edhe më shumë, duke bërë që situata të qëndrojë e ndezur dhe dramatike për një kohë të gjatë, duke bërë që publiku jashtë të ndihet pjesë e një konflikti që duket se nuk do të ketë mbarim të shpejtë.